Mesha e kësaj të diele në Kishën Ortodokse të Shkodrës u mbajt në praninë e kryepeshkopit të ri të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, fort lumturisë së tij Joan Pelushi. Gjatë fjalës së mbajtur përpara besimtarëve, kryepeshkopi theksoi rëndësinë e ecjes sipas parimeve dhe porosive të Zotit, si një mënyrë për t'u larguar nga fenomenet negative me të cilat përballet sot shoqëria. Në botën e sotme është paksuar dashuria. Njerëzit nuk duan të dinë më për njëri tjetrin, dhe prandaj kanë një jetë të njeruar, sepse i vetmuar nuk mund të ndjesh dot i plot. Ne jemi qenie komunitare. E përsëris këtë sepse është shumë e rëndësishme për një krishter. I krishteri nuk është vetëm për vete. As kisha nuk është vetëm për veten e saj, por është për gjithë të tjerët. Mesazhi i Krishtlindjes, siç u shpreh kryepeshkopi Joan, është një thirrje për pastrimin e zemrës dhe për veprim të përditshëm në përputhje me vlerat e besimit dhe dashurisë ndaj njëri tjetrit. Krishtlindja është një dritë për të ndezur kandilin e shpirtit tonë e për ta përhapur atë dritë, jo vetëm në jetën tonë, por në jetën e gjithë njerëzve që janë rrotull nesh. Amin. Kjo ishte vizita e parë e kryepeshkopit Joan në Shkodër pas zgjedhjes së tij në krye të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Me këtë rast ai u prit në një takim zyrtar nga kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, si dhe zhvilloi vizita në selinë e Myftinisë dhe të Arqipeshkëvisë së Shkodrës, ku u prit nga drejtuesit e komuniteteve fetare. Gjatë këtyre takimeve u vlerësua fryma e bashkëpunimit, mirëkuptimit dhe harmonisë fetare që historikisht karakterizon Shkodrën.